Во екот на летото повеќето чешми во селото Стримница во општина Желино се пресушени. Жителите изразуваат револт дека оваа криза се повторува секое лето, а ги обвинуваат локалните власти за долгогодишна негрижа. Që një javë, të të kazi drejt, që një javë. Unë jam nalë, s'ko masë uja s'ko gjanë. Parët I lipin, a ujtin kur donë ato. E më thënë kush I ka fajt I ka në fajt aty. S'ka asë tja ka tonë dhe asë kur gjanë s'ka. Me ujtin unë shkoj, unë përpaj mbushin sheja. Përpaj nuk banë hiq. Analizat I bajnë kursëm, a gje me rena. S'ka, hiq, unë për pasra, hiq, tash. Përpaj, unë mbushin sheja se fabrika. Nuk kanë pa njërët të mbushë ujë. No, për herë ka pas bëdjem problem. Për herë ka pas. Për herë. Nuk sot, si ka marrë komuna. Për në përpara kishe një privat një gjijoni, I ka të ndarë qak I ka të ndit, a e mbante, si ponte e pagunte këtë me të vetat, shu ujë nuk I tese. Si ka marrë komuna, shë 10 vjeta sa ka... Nëse komuna, po, ku do që t'jenë banorët, shumë normal është, vere I ka sfidat e veta dhe ujë hargjot më shumë, ardhja e gurbetive që vjenë, sigurisht se shtonë më shumë nevojen shpenzim të ujit, edhe të vinë me ditë të numëruara. Tonë t'i kenë të gjitha nevojët që plezësi dhe mos për ujtin, po tash... Од јавното комунално предпријатие Желино се правдаат дека за прекинот виновен бил недоволниот капацитет на старата пумпа. Сепак раководството ветува брзо решение преку нова инвестиција. Pjesa e pompës që kena pat funksion deri tash, ka qenë ndoshta nuk I ka arrit kapacitetet e veta që atë dasht të furnizoje kretë Strimnicën, pa që të është dasht të vendojmë një pompë të re, mirë po projektin e kena pat të gatshëm dhe çështja ka qenë procedurale që është vënë deri tash, mirë po më në fund e vënë në funksion edhe bunarin e ri të projektit të ri që është e ujë I pishëm. Është në funksion që tash bunari sepse banorët prap pa uja. Dje kena punu 24 orë me punëtorët e ndërmarrjes dhe kena funksionalizu pompën e re, e kena pastru bunarin për shkak të papastërtisë që ka qenë, edhe për atë nuk kena mund të lëshojmë në te qytetarët shkoje. Sot, mbas krejt punës që banë punëtorët e ndërmarrjes, dhe sot do kenë ujë të pishëm se cila shtëpi në fshatin Strimnicë. Поради последователните откажувања на јавната мрежа за снабдување на целото село, најголемиот дел од жителите на Стримница како решение нашле копање бунари во своите дворови. Наредните денови ќе покажат дали новата пумпа ќе стави крај на 10-годишното незадоволство во ова населено место.